800 vjetori i këngës së krijesave. Lavdi Zotit përmes gjithë krijimit. Të dashur vëllezër e motra në Krishtin, jemi mbledhur për të reflektuar mbi një thesar të madh të shpirtërisë së Krishtër, këngën e krijesave të Shën Franceskut të Azizit, e cila këtë vit shënon 800 vjetorin e saj. Një tekst i lashtë, por njëkohësisht aq i gjallë, që flet me një freski të pabesueshme për jetën tonë sot. Le të ndalemi pak kur shohim diellin që lind çdo mëngjes, kur shohim hënën që ndriçon natën, kur dëgjojmë zogjt, apo kur prekim nga një erë të freskët pranvere. Çfarë shohim? Një dukuri natyrore, apo një dhuratë të dashurisë së Zotit? Shën Francesku e pa çdo gjë të krijuar si shenjë të mirësisë hyjnore. Për këtë arsye, ai nuk i quajti krijesat objekte, por vëllezër dhe motra. Vëllai diell, motra hën, vëllai ujë, motra tokë, madje edhe motra vdekje. Dhe kështu, ai ngriti një këngë lavdërimi që edhe sot na prek dhe na fton të hapim zemrën. Papa Francesku në mesazhin e tij për këtë jubile thoshte se kënga e krijesave është mësim i madh për kujdesin ndaj gjithësisë, sepse kush falenderon për krijimin, ai mëson edhe ta ruajë atë. Prandaj sot do të udhtojmë së bashku në këtë këngë të madhe. Do të shohim kontekstin biblik e historik, do të ndalemi te vargjet e saj, do të zbulojmë Krishtin, diellin ton, dhe do të dëgjojmë se si kjo këngë vazhdon të pulsoj në mesazhin e Papës Francesku dhe në jetën ton të përditshme. Konteksti historik dhe biblik. Të dashur vëllezër e motra, kënga e krijesave nuk është thjesht një poezi e bukur. Ajo ka lindur në një moment shumë të veçantë të jetës së Shën Franceskut. Ishte fundi i jetës së tij, kur shëndeti i ishte dobësuar shumë, kur vuajtjet e trupit po e shoqëronin përdit. Por në vend që të ankohej, Francesku zgjodhi të këndonte një him falënderimi. Pikrisht në mes të vuajtjes, ai shikon krijesat jo si barr, por si dhuratë, jo si kërcënim, por si vëllezër e motra. Kjo na kujton një të vërtetë të madhe biblike, edhe në errësirën e jetës, drita e Zotit shkëlqen. Profeti Izaia shpall: populli që ecste në errësirë pa një dritë të madhe. E njëjta frymëzoi Franceskun. Edhe në errësirën e vuajtjes së tij, ai pa një dritë më të fortë, dritën e krijuesit që reflektohej në krijesa. Bibla është mbushur me këngë që i këndojnë krijimit. Psalmi 148 na fton: lavdërojeni Zotin dielli dhe hëna, yje të ndritshme, shiu dhe bora, male dhe kodra, kafsh dhe njerëz. Është një kor i madh që bashkon gjithë botën për të lavdëruar krijuesin. Shën Pali në letrën drejtuar Romakëve thot se përmes krijesave shihet qartë fuqia dhe hyjnia e Zotit. Pra, natyra është një ungjill i hapur, një libër që na flet për dashurinë e hyjit. Vetë Jezusi përdori natyrën si mësuese shpirtërore.
Shikoni zëmbake të fushës si rriten pa mundim. E gjejmë tek Mateu 6:28. Ai na mëson të shohim dorën e Atit qiellor në gjërat më të vogla të jetës. Në këtë dritë kuptojmë se Shën Francesku nuk shpiku diçka të re nga vetja. Ai thjesht bëri jehon të Biblës, duke kthyer krijimin në një këngë të gjallë lavdërimi. Dhe kjo këngë që lind para 800 vjetësh vazhdon të flasë më të njëjtën forcë edhe sot. Leximi dhe shpjegimi i këngës së krijesave. Të dashur vëllezër e motra, pas kontekstit biblik e historik, tani hymë në zemrën e kësaj poezie lutjeje. Kënga e krijesave është një himn që lavdëron Zotin përmes gjithë krijimit, duke i quajtur të gjitha krijesat vëlla dhe motër. Le të ndalemi tek disa vargje kryesore dhe kuptimi i tyre shpirtëror. Vëllai i diell. Shën Francesku thot: "Qofsh lavdëruar o Zot me të gjitha krijesat e tua, posaçërisht me vllain diellin. Prej tij na vjen dita dhe ai na ngroh me rrezet e veta. Ai është i bukur dhe e plot me dritë shkëlqyese, i përngjan dritës sate të hynueshme. Dielli nuk është vetëm trup qiellor, por shenjë e dritës së Zotit që ndriçon jetën." Për Franceskun, dielli është ikonë e Krishtit të ringjallur që thyen terin e natës dhe sjell ditën e re. Motra hën dhe vëllezri tyje. Qofsh lëvduar o Zot përmes motrës son hënës dhe vëllezërve yje, të shkëlqyeshëm, të dashur e të bukur. Hëna dhe yjet janë si shandan të natës që nuk lejojnë errësirën të mbulojë gjithçka. Në to pasqyrohet kujdesi i Atit qiellor, që nuk e lë njeriun kurrë vetëm. Motra, erë dhe vëllai ujë. Francesku vazhdon: "Qofsh lavdëruar o Zot përmes motrës son erës. Qofsh lavdëruar o Zot përmes vllait ton ujit, i dobishëm, i përvujt, i çmueshëm e i pastër. Ajri dhe uji, dy element pa të cilet jeta nuk mund të ekzistojë, janë shembuj të përvujtërisë së krijimit, gjithmonë pranë nesh, të heshtur por jetësor." Vëllai zjarr. Qofsh lëvduar o Zot përmes vëllait ton zjarrit, i cili natën na e shndrit. Ai është i bukur, i këndshëm, i fortë dhe përvëlues. Zjarri ndriçon, ngroh, pastron, por edhe djeg. Ai është shenjë e frymëzimit të Shpirtit Shenjtë që ngroh zemrat tona dhe i bën të digjen nga dashuria për Zotin. Motra tokë.
Qofsh lëvduar o Zot përmes motrës son tokes. Ajo na ushqen dhe na mban. Na jep fryte të ëmbla, lule të larmishme dhe gjelbrim. Toka është nëna ushqyese që nuk kursen frytet e saja. Shën Francesku e sheh token si dhuratë për t'u respektuar, jo për t'u shfrytzuar pa mend. Motra vdekje. Dhe në fund me guxim të madh ai këndon: Qofsh lëvduar o Zot përmes motrës son vdekjes së trupit, cilës asnjë i vdekshëm nuk do t'i ik. Edhe vdekja nuk është armike, por motër që na hap portën e jetës së pasosur. Për Franceskun çdo gjë, madje edhe fundi i jetës toksore, është pjesë e planit të dashurisë së Zotit. Në çdo varg të këngës së krijesave ka një sy që di të shohë Zotin e gjithçka. Nuk ka asgjë që mbetet jashtë lavdërimit. Drita dhe errësira, gëzimi dhe vuajtja, jeta dhe vdekja, të gjitha mund të bëhen himn për Krijuesin. Kjo këngë është një ftesë për ne. A dim edhe ne të falenderojmë për çdo gjë, apo ankohemi vetëm për mungesat tona? Krishti dielli ynë. Të dashur vëllezër e motra, në këngën e krijesave Shën Francesku e vendos diellin në qendër. Ai është vellai që sjell ditën, ngro zemrat dhe përngjan dritës së hyjit. Por në këtë simbol, shenjtori i Asizit sheh edhe më thellë diellin e vërtet, që është Krishti. Krishti drita e botës. Jezusi thot: Unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk ecën në errësirë. E gjejmë tek Gjoni Ungjilltar kapitulli 8. Ashtu si dielli që ngrihet çdo mëngjes, Krishti është drita e amshuar që nuk shuhet kurrë. Ai na nxjerr nga errësira e mëkatit dhe na jep horizontin e shpresës. Dielli i Pashkëve. Ringjallja e Krishtit është si lindja e një dielli të ri. Teri i natës së premtës së madhe nuk ka fjalën e fundit, sepse diela e Pashkëve sjell një agim të përjetshëm. Për këtë arsye, Shën Francesku e lavdëron diellin si shenjë të Krishtit të ringjallur. Çdo mëngjes kur lind dielli, është si një kujtesë e vogël e Pashkëve. Drita që ndriçon. Në tekst që sollëm, Krishti, dielli ynë, tregohej se vetëm në Krishtin çdo gjë merr kuptim. Dielli fizik është i bukur, por Krishti është dielli i shpirtit. Pa Krishtin drita shuhet, me Krishtin edhe nata ka një yll që ndriçon. Prandaj Shën Francesku, duke parë diellin, nuk ndalonte te qielli, por ngjitej me mendje tek hyi, që është burimi i çdo drite. Çfarë do të thotë kjo për jetën tonë sot? Të mësojmë të ndalemi para lindjes së diellit dhe të kujtojmë: Krishti është drita ime, unë nuk jam vetëm. Kur na rrethojnë errësirat, frika, dhimbja, mëkati, të kujtojmë se drita e Krishtit është më e fortë.
Të mos kemi frikë të jetojmë si bi të dritës, krahasojmë letrën e Shën Paulit drejtuar Efesianëve kapitulli 5, duke qenë të hapur, të drejtë, të ndershëm dhe duke shpërndar dritë me jetën tonë. Zoti ton të dashur. Të dashur vëllezër e motra, 100 vjet pas shkrimit të këngës së krijesave, Papa Francesku na kujton se kjo lutje e Shën Franceskut nuk është një kujtim muzeal, por një mesazh i gjallë për kohën tonë. Kujdesi për krijimin, pjesë e fesë sonë. Në mesazhin për jubileun e 800 vjetorit, Papa thekson: duhet të vazhdojmë punën e ndërgjegjësimit për kujdesin ndaj krijimit. Kjo këngë që ka pulsuar për 8 shekuj është një thirrje e vazhdueshme për përgjegjësi. Krijimi nuk është prona jone absolute, por dhuratë e Zotit që duhet ta ruajmë me dashuri dhe respekt. Vizioni pozitiv i natyres. Kardinali Gianfranco Ravasi, duke interpretuar këtë tekst, ka thënë se Shën Francesku na mëson të kemi një vizion pozitiv për natyren. Në krijesa ne shohemi fytyrën e krijuesit, jo thjesht materiale për të shfrytzuar. Kështu lind ndjenja e vllazërisë universale, ku njeriu dhe gjithësia nuk janë të ndara, por të lidhura në ngushtë. Enciklika Laudato Si. Papa Francesku në enciklikën e tij të famshme Laudato Si, që nis pikërisht me fjalë të Shën Franceskut, thot se kujdesi për natyren është pjesë e pandashme e jetës së krishterë. Është një akt adhurimi ndaj Zotit, sepse duke ruajtur krijimin, ne falenderojmë krijuesin. Është një shenjë dashurie ndaj të afërmit, sepse shkatrimi i natyres prek më së pari të varfërit dhe brezat që vinë. Mesazhi është i qartë. Të gjitha krijesat janë vëllezërit dhe motrat tona. Nëse i shkatrojmë, ne plagosim familjen tonë të madhe. Nëse kujdesemi për to, ne lavdërojmë Zotin dhe ruajmë paqen. Aktualizimi praktik. Të dashur vëllezër e motra, kënga e krijesave nuk është vetëm një poezi e bukur për ta admiruar, por është një program jete. Ajo na fton të shndrojmë lavdërimin në veprim konkret, që kujdesi ynë për krijimin të bëhet pjesë e fesë sonë. Kujdesi për të mirat e përditshme. Uji shpesh e shpërdorojmë duke harruar se është dhuratë e pakrahasueshme. Të mësojmë të falenderojmë për një gotë ujë të pastër dhe të mos e harxojmë kot. Tokën, të kujdesemi për kopshtin, për gjelbrim, të mos ndotim. Një hedhje thjesht e mbeturinave në vendin e duhur është akt dashurie për motrën tokë. Ajrin. Të jemi të ndërgjegjshëm për mënyrën se si ndotja ndikon në shëndetin tonë dhe të fëmijëve. Gjestet e vogla që bëjnë ndryshim. Shën Francesku nuk ishte shkencëtar i madh, por shenjtor i gjesteve të vogla. Përshëndeste diellin, përkëdhelte kafshët, këndonte për ujin. Edhe ne mund të mbjellim një pemë, të kursejmë energjinë,
të mësojmë fëmijët të respektojnë krijesat, jo t'i keqtrajtojnë. Këto gjeste janë të vogla për botën, por të mëdha për hyjin. Shikimi shpirtëror. Papa Francesku thot se humbja e ndjenjes së mahnitjes është një nga smundjet e kohës sonë. Ne shohim gjithçka vetëm si funksion, dielli si energji, toka si pasuri, uji si burim, por harruam të shohim dhuratën. Një perëndim dielli është më shumë se një pamje turistike, është një predikim i heshtur për madhështinë e krijuesit. Një zog që këndon është më shumë se zhurmë, është një psalm i vogël në korin e natyrës. Ja disa pyetje për ndërgjegjen tonë. A dim të ndalemi për të falenderuar Zotin kur shohim bukurinë e natyrës? A silemi me tokën si me shtëpinë tonë, apo si me një hotel ku kalojmë pa kujdes? Si do t'ishte jeta jonë nëse çdo ditë do ta nisni me fjalët "Qofsh i lavdëruar o Zot për këtë ditë të re që më dhuron"? Kujdesi për tjetrin. Kujdesi për krijimin lidhet edhe me kujdesin për njeriun. Shkatrimi natyres prek më së pari të varfërit. Nëse dua motrën tokë, duhet ta dua edhe vllain tim që jeton në të. Porosia, lavdërimi i Zotit në këngën e krijesave nuk është vetëm me fjalë, por me një stil jete që respekton, ruan dhe ndan dhuratën e krijuesit. Të dashur vëllezër e motra, sot udhëtuam bashkë në përvargjet e këngës së krijesave, këtë perlë të përshpirtrisë franceskane që ka jehuar për 800 vjet. Pam se si Shën Francesku, edhe në mes të sëmundjes dhe vuajtjes, i këndoi lavdi Zotit përmes diellit, hënës, ujit, tokës dhe madje edhe vdekjes. Ai na mësoi të shohim gjithësinë, jo me sy shfrytëzuesi, por me sy vllazëror. Papa Francesku na kujton që kjo këngë të mos mbetet vetëm një poezi e lashtë, por të kthehet në stil jete, të kujdesemi për krijimin, të mbrojmë shtëpinë tonë të përbashkët dhe të lavdërojmë Zotin jo vetëm me fjalë, por me vepra konkrete. E porosia për ne është e qartë. Nëse duam të jemi vërtet bi të Atit, duhet të sillemi si rojtar të dashur të dhuratave të Tij. Çdo gjest i vogël, një kursim uji, një pemë mbjell, një falënderim i thjesht, është një notë e re që vazhdon këngën e krijesave në ditët tona. Lutja përmbyllëse. O Zoti i të lartë i gjithëpushtetshëm dhe i mirë, qofsh i lavdëruar për diellin që na ndriçon, për ujin që na freskon, për tokën që na ushqen, për erën që na jep frym. Qofsh i lavdëruar edhe për motrën tonë vdekjen, që na hap portën e jetës e pasosur. Na jep o Zot sy të pastër që të shohim madhështinë tënde në çdo krijesë dhe zemër të përvujt që të ruajmë me dashuri gjithçka që Ti na ke besuar. Bëj që edhe jeta jonë të bëhet një këngë gjallë lavdërimi për Ty. Amen.